Kujdes shëndetin do ta kemi sot në një tjetër dimension. Ushqimi dhe gjithçka që duhet kemi parasysh në këtë stin, por do të prekim edhe një temë tjetër, se si mund të fshihet një mekanizëm mbijetese pas obezitetit i nxitur nga sheqeri. Për këtë në studio jam me një mikesh timen dhe tuajen, që në ditën 1 të programit të Diela Shqiptare deri sot nuk na ka munguar në asnjë sezon. Dhe pa këshillat e saj ku do të shkojmë, më pëlqen ta prezantoj me dy mbiemra. Blerina Bombaj Troci, mirë se erdhe, dashur. Faleminderit, mirë se u gjej, edhe mund të them që sa herë që njerëzit më takojnë në rrugë, të shohim te Diela Shqiptare, më thonë gjithmonë. Pavarësisht se mund të kem edhe një vit ndoshta që kam munguar. Kudo që të më shohin, çfarëdo që unë të bëj, më lidhin me të Dielën Shqiptare. Dhe shumë i lumtur. Kjo është një familje për mua. Edhe unë sa herë që shtoj në kile, më thonë, e ke lënë Blerina? Ai theti që ne nuk lihemi asnjëherë. Po, dhe do ta prekim dhe atë temë sot. Po, cilat janë sjelljet më të rrezikshme që bëjmë në verë në lidhje me ushqimin? Atëherë në verë presupozohet që temperaturat janë më të përshtatshme dhe më të favorshme për rritjen bakteriologjike, pra për shumimin e mikrobeve. Dhe ne e dim shumë mirë që jemi në një luftë konstante me mikrobet, me ato patogjene sidomos, jemi në një konkurrencë të vazhdueshme për ushqimin që ne konsumojmë. Kështu që pikë së pari, sjelljet më të rrezikshme janë kur neve nuk marrim parasysh higjienën, sigurinë ushqimore, që do të thotë zinxhirin e ftohjes. Për ushqimet që prishen më kollaj, siç mund të jenë ushqimet me prejardhje shtazore, duhet kemi gjithmonë parasysh zinxhirin e ftohjes që ushqimi mos të qëndrojë jashtë frigoriferit. Mos konsumojmë një ushqim, ta lëm jashtë dhe ta konsumojmë pas 4 orësh ose në vaktin e radhës. Gjithashtu, përveç shumimit bakteriologjik, ushqimet në stinën e verës kanë edhe jo vetëm ato me prejardhje shtazore rrezik, por edhe ato me prejardhje bimore, të cilat duhet të lahen shumë mirë, sepse dhe aty shumimi mund të jetë me ritme shumë të shpejta dhe i rrezikshëm. Pra, sallatat, çdo gjë që do konsumohet duhet të lahet mirë ose duhet të gatuhet shumë mirë. Temperaturat në përgjithësi të gatimit na mbrojnë nga kjo. Sjellje të tjera të rrezikshme janë mos konsumimi i ujit. Pra, dehidrimi, në qoftë se neve mekanizmi kryesor i ruajtjes së temperaturës është djersitja, do të thotë që neve humbasim shumë lëngje. Këto lëngje vijnë nga gjaku ynë, i cili ka për detyrë të na oksigjenojë dhe të ushqejë, dhe kur bie volumi i gjakut, atëherë ne jemi të dehidratuar, të rrezikuar dhe duhet se s'bën në verë të konsumojmë rregullisht ujë dhe vetëm ujë, jo pije me sheqer, sepse ai nuk është dehidrim, është tjetër gjë. Konsumi i alkoolit shifet me rrezik sepse çon në dehidratim, po ashtu dhe konsumi i kafeinës, sepse dhe kafeina na çon në dehidratim, pra bën që të largohet uji nëpërmjet veshkave nga organizmi më shumë se zakonisht. Dhe pak a shumë këto do të cilësoja si sjelljet më të rrezikshme dhe konsumi sigurisht i ushqimeve që thash jo vetëm të gatuara mirë, po ato të pagatuara të fare që mund të jetë nga gjërat. Ka ndonjë emër ushqimi të rrezikshëm? Rrezikshme. Emër ushqimi të rrezikshëm? Pa diskutim që janë krudot, pra ushqimet e gjalla, sepse ushqimet me prejardhje shtazore gjithmonë kontaminohen, janë shumë e lehtë të kontaminohen nga bakteret, dhe gatimi është një nga mënyrat më të sigurta për të konsumuar këto produkte, dhe një nga ushqimet të tjera që do ta cilësoja të rrezikshëm, sidomos për fëmijët e vegjël, ose jo të rrezikshëm, por shumë jo cilësor, shumë të pashëndetshëm, janë akulloret, Ardit. Akulloret që konsumojmë rëndom në verë me sasi të mëdha, sepse është një nga ushqimet që ne mendojmë se na freskon. Akulloret artizanale apo të përgatitura nëpër fabrika? Kur unë kam pyetur se cili është ndryshimi midis akulloreve artizanale dhe akulloreve të zakonshme, më kanë thënë që akulloret e zakonshme bëhen nga një miks pluhurash, pra produkt industrial krejtësisht, ndërsa artizanale ti mikson vetë këto pluhurat. Me dhe nuk I ke mix bashk. Mos të flasim për akulloret të freskta që janë me produkte krejtësisht të freskta, do me thënë me qumësht, me vez, me lidhës natyral, sepse akulloret pa diskutim që duan lidhës që të bëhen, ose me vez zakonisht. Këto janë akulloret e shëndetshme, ose akullore që mund të bëhen në shtëpi me fruta, banane, me ato makinetat e akulloreve që të ndihmojnë që të fitojë atë konsistencën e dur. Por fatkeqësisht akulloret që shiten, akoma dhe ato që quhen artizanale, rrallë pothuajse
do me thënë, unë kam bërë një luftë të jashtëzakonshme në restorantin tim për të vendosur akullore me qumshin, se ne prodhojmë qumësh vetë. Dhe doja të bëja një akullor naturale dhe askush nuk ma merrte përsipër. Nuk arrihet dot, më thoshte, sepse do lidhes, do pana, do këtë, do atë. E si përfundim e gjetëm një formulë që e bëm akulloren duke i shtuar vezë dhe gjalp. Kuptova. Po krudot? Krudot ka një problem direkt me rrezikun për shëndetin, sepse... Se kudo që shkon në për plazhe, të shikon do me thënë kështu krudo që... Për më tepër në këto restorante të plazheve që hapen sezonal, ki parasysh që kushtet e higjienës nuk mund të jenë ato më perfektet, sepse janë struktura sezonale. Dhe punojnësit janë sezonal, mund mos jenë shumë të trajnuar, mund mos të kenë shumë vëmendjen te siguria, është pak një punë komerciale, le të themi. Dhe produkti krudo i pagatuar mundet me të vërtet të çojë në fatalitet, nëse nuk është ruajtur ashtu siç duhet. Shpeshherë njerëzit mendojnë se abatitori i ngordh mikrobet. Nuk është e vërtet. Është e vërtet? Nuk është e vërtet. Vërtet? Jo, nuk është e vërtet, sepse bakteret ruhen madje nëpër laboratoret që ne kemi pas bërë në mikrobiologji, ruanim në minus 37 gradë, bakteret që do të bënim eksperimente. Ruhen. Pra, në ngrirje, bakteret thjesht nuk rritet popullimi i tyre, nuk shumohen, por nuk eliminohen, ose mund të eliminohen shumë pak. Dhe në momentin që ato vinë në temperatura ambiente, sidomos në temperatura të ngrohta, ato shumohen me një shpejtësi shumë të madhe. Dhe është e rrezikshme. Dhe këtu i vetmja mas sigurie deri diku që mund të bëjmë është të përdorim limonin, ato aciditetin, do me thënë që deri diku mund të ndihmoj, por asnjëherë nuk mund të jemi 100% të mbrojtur nëse një produkt shtazor nuk ka kaluar në temperaturë të lartë. Po, temperaturat e larta në cilat ti i gatuan ushqimet janë gjithmonë një siguri? Për sa i përket anës bakteriologjike, mikrobet të gjitha pothuajse shkatërrohen në 100 gradë, ose mbi 70 gradë, madje në 70 gradë kemi fituar atë pasterizimin që themi. Por, nëse një peshk apo një produkt mishi, le të themi, ka ndënjur jashtë, ka zhvilluar baktere. Ato baktere shpeshherë prodhojnë toksina, të cilat toksina nuk eliminohen me temperaturën e lartë. Dhe në varësi të individit të ndryshëm kanë sensitivitet të ndryshëm ndaj këtyre toksinave, në varësi dhe të imunitetit të gjithë secilit, ato mund të jenë me të vërtet dëmtuese. Neve e dim për shembull sot që sindroma e zorës së irrituar që është gjithnjë e në shtim, shikohet domethënë si një rast që po shtohet shpesh tek njerëzit, mund të jetë si pasojë pikërisht e një helmimi nga ushqimi që ti nuk mund ta bësh më lidhjen se cili eksaktësisht ka qenë, por mund të ketë qenë një bakter, mund të ketë qenë dhe toksinë e një bakteri që është prodhuar në ushqim. Bakterin mund ta kesh eliminuar me gatimin, toksinat nuk eliminohen. Sa serioz mund të bëhet një helmim nga ushqimi? Mund të bëhet edhe shumë serioz, për dikë mund të kaloj dhe fare pas një problem, po për dikë mund të bëhet edhe fatal, mund të çojë edhe në paralizë, si që është për shembull botulinumi, që mund të shkaktohet edhe nga konservat që bëjmë në shtëpi, salca domates për shembull. Nuk po them se mund të ndodhi kjo shumë kollaj, janë raste shumë të rralla, por larja dhe kalimi në temperatura prapë të larta gjithmonë në përgatitje të qoftë edhe të konservave, duhet i disinfektojmë mirë kavanozët ku vendosim salcën e domates, për shembull duhet i japim një proces termik domates, kavanozët disinfektohen në 100 gradë në ujë, që të eliminojmë këto lloj rreziqesh, deri dhe sepsemi nga salmonela, pra bakteremi, kur bakteret kalojnë në gjak dhe ti krijon një infeksion sistemik që është nga më të rrezikshmit për shëndetin e njeriut. Janë me të vërtet të rrezikshme bakteret dhe siguria ushqimore është një proces i cili duhet të jetë edhe kulturë për konsumatorin. Nuk duhet të presim vetëm që të sigurohemi për ushqimin nga institucionet cilët pa diskutim kanë përgjegjësitë e tyre dhe detyrimet e tyre ndaj konsumatorit, po vetë konsumatori duhet ketë informacion që nga momenti që e blen një ushqim, si e blen, a është në kushte frigoriferike për shembull, dhe deri kur e çon në shtëpi, a e çon në kohë, a e fut në frigorifer, a i lan mirë, a i lan duart kur konsumon ushqimin, janë të gjitha bashkë që është një përgjegjësi e shpërndarë në shumë zinxhir.
Kam vërej që për shembull janë dy persona, shkojnë në të njëjtin restorant, konsumojnë të njëjtin ushqim, njëri bëhet keq, tjetri si ndodh asgjë. Po, kjo ka shumë të bëjë me imunitetin e gjithkujt dhe kur themi imunitet nuk është vetëm sistemi imunitar, qelizat që imunitare po themi, po është edhe një organ tjetër që lidhet drejt për drejt me imunitetin ton, që është flora jon bakteriale, që është ai kontingjenti i gjithë baktereve të mira që ne kemi në organizmin ton që na mbrojnë nga patogjenet që mund të vinë nga ushqimi. Duhet kemi parasysh që ushqimi është rreziku numër 1 për kontaminim dhe për helmim për neve, ose jo vetëm nga ushqimi, se një bakter mund të hyjë edhe në momentin që ne jemi duke konsumuar nga ajri, nga duart, nga çdo gjë, dhe linja e parë mbrojtëse për ne nga bakteret e dëmshme janë bakteret e mira që ne kemi. Mirë po, dy persona nuk kanë kur një florë bakteriale njësoj. Dikush që e ka më të fortë florën bakteriale e sigur që do të jetë më i mbrojtur nga dikush që ka një florë bakteriale me disbioz, me disbalans. Dhe këtu ka të bëjë shumë edhe mënyra se si ne ushqemi, nëse jemi mbi peshë apo jo, nëse ushtrohemi fizikisht, nëse flëm gjumë mirë, të gjitha këto luajnë rol edhe për këtë organ të jashtëzakonshëm që quhet florë bakteriale. E preka pak edhe në fillim dhe doja të dija se si mund të fshihet një mekanizëm mbijetese pas obezitetit i nxitur nga sheqeri. Tani u bën 15 vite që po flasim bashkë për ushqimin dhe obezitetin, a kemi ndonjë gjë në vi? Ty si të duket me sy të lirë për shembull kur ecë në rrugë? Të duket që jemi duke arritur një peshë normale të shëndetshme apo jemi duke u fryrë më shumë? Kjo e dyta. E vërteta është që me obezitetin ende nuk ka asnjë gjë në vijë, përveç disa vendeve, siç është për shembull Franca, Norvegjia, dhe vendi me ritmet më të ulta të obezitetit është Italia, me shifrat më të ulta të obezitetit. Ndoshta ata janë shumë më të dhënë mbas pamjes, po mund të jetë edhe që ushqimi i tyre është shumë lokal dhe ende i shëndetshëm. Pra, italianët nuk janë nga ata që do shkojnë do hanë produkte të gatshme kaq shumë sa popujt e tjerë ndoshta në supermarket, por do zgjedhin produktin e tyre. Amerikanët janë në vend të parë fiks në botë. Kështu që edhe ne si amerikanë. Ne po patjetër, neve jemi akoma në fazën e zhvillimit, si duket, e tranzicionit dhe ne nuk jemi në popull që jemi ndërgjegjësuar akoma, sepse këto vende që kanë arritur një stagnacion të obezitetit për herë të parë, domethënë mbas një rritje të frikshme, janë vende me një standard jashtëzakonshëm që kanë bërë politika kombëtare, nuk e kanë lënë në dorë të njerëzve se si do ta zgjidhin problemin e mbipeshës së tyre, por e kanë zgjidhur vetë duke ofruar popullatës zgjedhje të shëndetshme domosdoshmërisht. Dhe kjo është arsye, domethënë kjo është mënyra se si, një nga mënyrat se si zgjidhet. Një mënyrë tjetër që po flitet shumë për obezitetin, tashmë besoj se të gjithë e kemi dëgjuar, që është zbulimi këtyre medikamenteve të tipit semaglutid, nuk po them emrin, por besoj se të gjithë e dinë që është për të dobësuar. Pra, sot shifet si një risi e jashtëzakonshme në mjekësi, marrja i injeksioneve për të dobësuar dhe për të rënë e peshë, sepse nuk po i zgjidhej dot në mënyrë tjetër, por në fakt problemi me obezitetin nuk është që ne na mungon ky injeksioni. Shiko, kur doli Ozempiku doli si një shpikje. Po. Dhe tani së fundmi po qarkullojnë lloj legjendash që thonë që sjell efekte anësore, dikush thotë kanë probleme me shikimin. Jo, nuk janë legenda, janë studime të cilat tregojnë se ka efekte anësore të tipit depresion, tendencë për vetvrasje, ka probleme shumë të mëdha të aparatit tretës dhe një nga problemet më të mëdha të Ozempikut është që në momentin që ti je shkëput, ti kthehesh me një herë atje ku ishe. Dhe më keq. Po dhe më keq, dhe e di pse më keq, sepse të shkatron masën muskulare. Në momentin që ty të shkatron motorin djegës të organizm, të trupit tënd, atëherë ti me një herë sapo të kthehesh, sapo të shkëpusësh dhe ti të kthehesh në zakonet e tua të përhershme, ti do marrësh edhe më shumë, sepse je duke djegur më pak përderisa ke humbur masë muskulare. Madje ekziston dhe një shprehje Ozempic face, që tregon se si bie fytyra, nga që bie muskulatura edhe në fytyrë, jo vetëm në trup. Ndërkohë që muskulatura është sot për sot në komunitetin shkencor po flitet si një nga ndërhyrjet më efikase për jetëgjatësinë. Një nga ndërhyrjet që mund të shmangi sëmundjet më të frikshme sot, siç janë diabeti, Alzheimeri, kanceri,
sëmundje osteoporoza që është jashtëzakonisht shumë e përhapur, masa muskulare dhe shumë studime po tregojnë që mungesa e aktivitetit fizik të shihet tashmë si një sëmundje, jo si një zakon, po si një problem i rënd shëndetësor, sepse nuk je i programuar si organizëm që të rish ulur në një koltuk gjithë ditën. Po, si t'ja bëjmë që jemi vetëm duke vënë dhjam? Dhe vim tek ky mekanizmi mbrojtës, sepse organizmi njeriut është me të vërtet i jashtëzakonshëm. Po. Do me thënë, asnjë gjë nuk e bën pa një arsye. Dhe një grup shkencëtarësh, të cilët kërkonin me themel të hynin arsyes pse ne shëndoshemi. Po. Pse shëndoshemi, kanë arritur në një konkluzion shumë interesant, që mbrapa këtij, le të themi, mekanizmi që çon në obezitet, mund të fshihet fruktoza. Fruktoza është një sheqer i cili gjendet natyrshëm tek frutat. Frutat, po pra. Dhe tek Po nuk misri. duhet i ham? Patjetër që duhet i ham, por le ta shpjegojmë pak Dhe të misri? mekanizmin, sepse Misri? nga misri bëhet shurupi i misrit me shumë fruktozë, me dëndësi të lartë fruktoze, dhe është një produkt që përdoret në të gjitha produktet e gatshme, sepse është i lirë dhe rrit shumë shijen tek ushqimet. Pra, kushton shumë pak dhe industrisë ushqimore intereson shumë. Me këtë mekanizëm, ky grup shkencëtarësh vuri re se kur kafshët në fund të verës, në vjesht, konsumojnë sasi të mëdha fruktoze nga ato fruta që janë më të pjekura në vjesht, janë më të ëmbla, ato vinin dhjam, pra për shembull, arind, që do të jenë në letargji 6 muaj, Po. në periudhën e vjeshtës konsumojnë një sasi shumë të madhe frutash, fruktoze, e cila u zbulua se në trupin e arindve bënte një kthes metabolike që i jepte sinjalin që Elizës që prit se vjen dimri, vjen letargjia, nuk do kemi më ushqim, duhet kursejmë ushqim. Këtë e bënte fruktoza. Pra, konsumi i fruktozës në qeliz jepte sinjalin që nuk kemi energji, duhet të ruajmë energji. Depozito dhe fillon çdo gram sheqer që arind konsumojnë, kthehet në yndyrë, në dhjam, në mëlçi. Dhjam, do me thënë dhjamosu 1. Po nuk ishte vetëm vendosje dhjami, ishte dhe insulinorezistencë, ishte dhe tensioni lartë. Pra një situatë sindrome metabolike që ne e shohim sot tek njerëzit që kanë një bark pak më të fry, që do të thotë kanë një dhjamosje të organeve të barkut. Nga fike. Atëherë, pse arind vendosnin këtë lloj dhjami dhe këtë lloj, pse hynin në një sindrom metabolike që sot konsiderohet e dëmshme për shëndetin? Sepse ishte vetmja mënyrë që t'i mbante ata gjatë 6 muajve të tërë që do rinin pa ngrënë. Këto rezerva, ata do t'i kishin për të mbijetuar. Dhe më pas, me studime që u bën edhe në kafshë të tjera si në minj, por dhe në njerëz, u kuptua që dhe njerëzit, para dimrit, para mungesës së ushqimit, vendosnin dhjam, dhe kjo gjë ndodhi kur ulën 15 milion vite më parë, kur ulën temperaturat në planet, ne pësuam një ndryshim gjenetik në genin që kodon urikazën, që është ajo që shpërbën acidin urik në gjak. Acidi urik është ai që jep gjithë këtë procesin nga fruktoza, pra nxit dhjamosjen. Acidi urik sot, po ta shikosh, gjithë personat që kanë mbi pesh, obezitet, sidomos në zonën e barkut, kanë predispozit sheqerit të lartë, insulin të lartë, trigliceridet të larta, HDL të ullët, dhe acid urik të lartë. Pra është një sindrom që shkon bashkë me sindromën metabolike. Me zhdukjen e kësaj enzime, që deshi rreth 2 milion vjet që njerëzit ta zhduknin këtë enzim, sepse u ftohen temperaturat, nuk ishte më kaq kollaj fruktozë gjithandej dhe duhej që ta konsumonin në vjesht në mënyrë që acidi urik të grumbullonte dhjam në trup dhe ta kishte për dimrin. Tani kjo bën sens kur ti e dëgjon në një periudhë që njerëzit do rinin me muaj të tërë pa ngrënë. Po sot, jo vetëm që nuk bën sens, sepse ne jemi gjithë kohës. Dhe i kemi frutat gjatë gjithë vitit. Jo vetëm frutat, si nga frutat është pak vështirë që duhet të hash sasi sa ariu, për shembull, që ha kile të tëra brenda ditës, por ajo që është më problematike është që gjithë ushqimet e gatshme përmbajnë pikërisht këtë që thash, shurupin e misrit me fruktozë, por është zbuluar se dhe sheqernat dhe amidoni që është shumë i pranishëm sot në dietën tonë, kthehet në fruktozë në organizëm kush me të pritës dhe shkakton pikërisht këtë proces
mbijetese që sot është kthyer në vrastar. Dhe prandaj mendohet që ky mund të jetë një nga mekanizmat, janë studimet publikuara në revistat më prestigjioze, si The Nature, për shembull, këto që po themi, nuk janë aprovuar si teori akoma, sepse këtu duhet kalojnë, sa burokraci që të vi, do me thënë, organizmat botëror dhe të bien dakord që kjo është teoria, por është një teori që bën shumë sens dhe në rrënjën e vet ka insulinorezistencën. Dhe sot, ndoshta do e diskutojmë një herë tjetër, pjesën se si poshtë sindromës metabolike, pra mbi peshës, obezitetit, hipertensionit, sëmundjeve në përgjithësi kardiake dhe metabolike, fshihet çfarë? Insulinorezistenca. Një gjë që ne nuk e bëjmë kur analizë, një gjë që këtu nuk e kanë fare në fokus. Pra ti mat sheqeri në gjak, po sheqeri mund të dali mirë, ndërkohë që kur të dali sheqeri keq, ti ke 13 vjet që ke insulinorezistencë. Nëse ti ke tension, 60% ke shanset të kesh insulinorezistencë. Nëse je obez, ke insulinorezistencë. Pra, insulinorezistenca është ajo që të çon në këto situata dhe nuk matet asnjëherë. Dhe te diabeti tip 2, në fund trajtohet dhe me insulin. Ndërkohë që diabeti tip 2 shkaktohet nga insulina e lartë. Pra është një paradoks që në botë po përflitet shumë, jam e sigurt që dhe tek mjekët këtu do vi dhe ndoshta dhe ka ardhur të ndryshojë sepse po mendohet që është gabim trajtimi i diabetit tip 2. Duhet të trajtohet shkaku i insulinorezistencës dhe jo ti një organizmi që nuk njeh insulinën dhe hiperprodhon insulin se nuk e njeh dhe ajo gjë nxit akoma më shumë insulin sepse ti ke sheqer të lartë në gjak, trupi prodhon insulin që ta fusi në qeliza, qelizat nuk e njohin insulinën, atëherë kjo glicemi e lartë në gjak që ngelet nxit akoma më shumë insulin dhe ti shkon dhe jep edhe insulin si trajtim në fund që ta plasësh fare. Do me thënë, kjo ka qenë mënyra se si është trajtuar, sot emrat që kanë në shkencë që kanë shpikur, po themi metforminën, një nga pionerët e shkencës së diabetologjisë, e pohon që këto trajtime janë pak të vjetra dhe duhet të shikojmë trajtimin nëpërmjet shkakut. Zgjidhim shkakun e insulinorezistencës që është dieta e padiskutueshme, pra ti nuk mund të bombardosh tjetrin me glukozë, ti të hash gjithkohës sheqer dhe këtë t'japësh insulin se insulina e ti nuk bën dot punë se nuk e njohin qelizat. E dyta është stresi, e treta është inflamacioni, e katërta është gjumi. Këto janë 4 shtyllat që mendohet që po të çojnë në këtë lloj problemi shumë të madh metabolik që përkthehet pastaj në sëmundjet më të frikshme sot. Duhet të bëjmë një rregull, një jetë të rregullt mbi të gjitha, një dietë ushqimore të mirë dhe një regjim apo jo? Në mënyrë absolute. E para është ushqimi. Ardit, mesazhi im tani, domethënë, këto kohë mbas gjithë këtyre edhe eksperiencës, le të themi që kam gjithë këto vite, është që njerëzit nuk janë të programuar të hanë shumë. Përkundrazi, njerëzit janë të programuar, do me thënë, genet tona, si që të thash, urikaza u zhduk në 2 milion vjet. Ju desh trupit 2 milion vjet që të përshtatet me një temperaturë të re në tokë. Nuk ju deshën 50 vjet dhe 30 vjet si që kemi ndryshuar neve drastikisht ushqimin. Të gjithë jemi koshient që ham ushqime të procesuara, ushqime të cilat nuk kanë lëndët ushqyese që hanin të parët tanë, nuk i kanë më. Nuk kanë më fibra, nuk kanë më vitamina, kanë vetëm kalori. Po ne jemi të programuar të kursejmë kalorit. Më thuajti mua, pse një trup lë kaq kollaj masën muskulare, ti lodhesh me vite në palestër, bën trupin me zor, i bën ato muskuj, rri 3 muaj pa bërë aktivitet fizik, masa muskulare do të shkoj pikjat poshtë. Pse vjami nuk i kën kështu? Sepse ne jemi të programuar të kursejmë energji. Jo dhe muskujt, ne i lëshojmë, e di pse? Sepse muskujt janë një ind që harxhon në trupin tonë. Dhe po që se ne trupi on shikon që ne kemi një gjë që na harxhon, ne do ta lëshojmë, do ta largojmë, sepse ne jemi të programuar kështu. Ndërkohë nga ana tjetër përballemi me një anomali skandaloze, domethënë ti të hash gjatë gjithë kohës ushqim, deri orët e vona të natës, njerëzit konsumojnë ushqim para televizorit, konsumojnë në makinë, konsumojnë, domethënë pa karar. Përveç kësaj që të thash, fruktoza nxit dhe një mekanizëm tjetër,
sa më shumë të hash, aq më shumë të jep sinjalin që duhet të hash. Pra të shton oreksin. Fruktoza ku ndryshon nga sheqernat? Fruktoza është një lloj sheqeri i cili në ndryshim nga glukoza metabolizohet pothuajse vetëm në mëlçi. Glukoza ka nevojë për insulinën që të futet brenda në qelizë dhe të përbëjë karburantin që përbën për qelizën. Ndërsa fruktoza kalon lirshëm. Ne nga frutat nuk duhet kemi shumë frikë, sepse frutat vinë dhe me vitamina edhe me fibra dhe nuk japin atë kalimin e menjëhershëm të sheqerit në gjak që të ngacmojë insulinën. Dhe është pak e vështirë sepse në përqendrimin që kanë fruta duhet hash shumë, vërtet shumë që të bësh këtë kthesën metabolike. Ama po që se te kalon një sasi, për shembull konsumon lëngje frutash. Nuk prekëm dhe pjesën e lëngjeve që është me të vërtet edhe ai problem sepse hyn sheqeri në trup pa të ngopur. Pra ti nuk e kupton fare që je duke ngrënë. Dhe është një nga arsyet pse ne marrim shumë fruktozë sot, janë pijet. Fruktoza e frutave të thata është më e koncentruar. Frutat e thara, jo të thatat. Po, ato që thahen. Jo arrat. Rushi that për shembull. Rushi that, fishte that, këto. Është i mirë? Jo, e kanë më të dëndur, është më mirë i freskët. E kuptova. Por, po të konsumojmë sasi të mëdha frutash të thara, normalisht që mund të rrezikojmë. Po jo frutat e thata, ato janë të mirë. Jo, frutat e thata s'kan sheqer, nuk kanë fruktozë, janë me acide ylurore shumë të mira, kështu që. Shiko, për një njeri për shembull që është obez, goxha dhe nuk ka diabet. Ekziston edhe rasti i obezitetit që nuk ka insulinorezistencë dhe nuk shfaq problematikat e zakonshme si hipertensioni, diabeti edhe sëmundje të tjera shoqëruese. Janë persona të cilët më së shumti vendosin dhjam nën lëkurë, i cili ky dhjam, ndryshe nga dhjami në organet e barkut, nuk zmadhon qelizën dhjamore, por i shumon. Duke i shumuar qelizat, nuk ulet sensitiviteti ndaj insulinës dhe nuk rritet insulina në gjak dhe nuk bëhet insulinorezistenca. Pra, shikoje organizmi si një, si të thuash, një makineri perfekte, që kur ti vë një gjë nga një anë, ai përpiqet nga ana tjetër ta kundërabalancojë. Pra, insulinorezistenca në një farë mënyre është një përgjigje e trupit për një rritje të sheqerit. Është si ai fëmia që është në aeroport, zhurma është pafund ai flet gjumë se është mësuar me zhurmën. Qartë. Pra, ai është rezistent ndaj zhurmës. Kështu bëhet edhe qeliza jonë, bëhet rezistente ndaj insulinës. Kur shikon që ka shumë glukozë, kam boll thot brenda, nuk dua më, dhe bën një rezistencë. Kur ai bën rezistencë, pankreasi prodhon akoma më shumë, sepse duhet ta fusi brenda në gjak dhe bëhet gjithë kjo anomali. Te personat që kanë aftësi të rrisin, që të shumojnë qelizat dhjamore, nuk ndodh insulinorezistenca. Kjo ndodh te personat që nuk rrisin numrin e qelizave, por rrisin madhësinë e qelizës dhjamore. Varet nga organizmi, se ne është gjenetike pa qëllon që të hanë dy njerëz të njëjtin vak, të njëjtën pjatë, të njëjtën sasi dhe mund të hanë shumë, një e ke të dobët, tjetri e merr me një herë, është e tmerrshme. E vërteta është që unë nuk e kam besuar shumë vite dhe nuk e kemi mësuar kështu në shkollë, por duhet jemi edhe një çik mendje hapur edhe do me thënë kështu elastik tashmë, ndaj gjërave të reja. Ne gjithmonë kemi thënë që sa hëngre, sa dogje, aq, kjo është baza e peshës. Faktikisht sot po vërtetohet që nuk është vetëm sa konsumove ushqim çështja e peshës, është hormonale. Është pra insulina në mes që ndikon jashtëzakonisht shumë. Nëse ti konsumon ushqime që rrisin insulinën, insulina çfarë bën? I thot trupit depozito. Më duhet të depozitoj. Dhe fillon dhe bën dhjam, bën glikogjen, bën depozita në trup. E kalon metabolizmin nga një djegës në një kursyes. Pra, nëse ne kemi një dietë që gjithkohës na e çon insulinën lart, nuk është njësoj si një dietë edhe po të ketë njëjtat kalori, që nuk na e ngre insulinën vazhdimisht. Po çfarë të bëjmë? Kjo mendohet një teori. Ajo që thash që dua ta theksoj me të vërtet, nuk duhet të ham më shumë se sa kemi nevojë, duhet kontrollojmë sasinë e ushqimit. Si ta kuptojmë që unë ha pafund dhe prap ngrihemi pa ngopur me tabullin? Ja, është pikërisht, je në këtë, ta jap kështu me siguri të plot që je në këtë monopat metabolik. Ngacmon të rrugë metabolike, që thot që ha akoma,
fut çik djam aty, kurse pak se ka ardhur koha e kiametit, ajo koha e kiametit nuk po Kiameti vjen ndodh te kurrë. ne. Koha nuk vjen, po ne po. Çfarë të bëjmë? Çfarë të bëjmë? Ajo që do të këshilloja është që të lësh të paktën një periudhë të gjatë në 24 orë pa ngrënë. Pra, të paktën 14 orë natën. E dyta është të përpiqemi mos konsumojmë ushqime që rrisin insulinën në gjak, që janë Cilat janë? sheqernat, brumrat, patatet, pavarësisht se të brumrat dhe patatet, po t'i ham të ftohta dhe integrale, jemi më të mbrojtur. Çfarë do lloj gjë që përmban sheqer me pak fjalë në çdo lloj mënyre, karbohidrate. Kur konsumojmë brumra ose në përgjithësi sheqerna, duhet të jemi të sigurt që kanë dhe fibra, siç frutat e freskëta, perimet, patatja me lëkurë, makaronat integrale, buka e zezë, tërshëra me plot lëvoren e vet. Kjo. E dyta, mund të bëjmë dhe dy vakte pa sheqer, pa karbohidrate. Mund të konsumosh për shembull një avokado në mëngjes, një vezë të zier, pak vaj ulliri dhe pak gjizë. Dhe nuk e marr për shembull fare. Kështu e kam mëngjesin. Shumë mirë. Në këtë rastin nuk ngacmon insulinë. Shumë mirë, nuk është dreka dhe darka. Mëngjesi është shumë mirë. Duhet të ulim sasinë e karbohidrate, e brumrave ardit, dhe duhet të përmirësojmë cilësinë e yndyrnave, të cilat mund t'i marrim dhe pa frikë. Do me thënë, sasinë e vajt ullirit nuk kemi pse e masim shumë. Një mish është mirë, i kullotur në gjelbrim, nuk kemi pse t'ja kemi frikë yndyrën. Pra, këto që thoshim në dieta low fat, dieta me yndyrë të reduktuar, ne këtë kemi ndjekur gjithë këto vite. Hidhet poshtë kjo teori. Hidhet poshtë, sepse si përfundim nuk janë yndyrnat ato që shkaktojnë mbi peshën dhe gjithë këto procese, po janë sheqerna dhe ato duhet të ulin. Ajo që kuptova sot është insulinorezistenca. Si mund ta kuptoj unë për shembull se si e kam gjendjen e insulinorezistencës? Secili prej nesh duhet të bëjë një matje të insulinorezistencës. Bëhet insulina në gjak, siç bën sheqeri në gjak, bëhet dhe sensitiviteti ndaj insulinës. Është një matje në një laborator biokimik, mikrobiologjik. Gjithmonë ja këshilloj klientëve të mi kur janë mbi peshë, mos bëni vetëm glicemin, bëni dhe insulinemin, se vetëm glicemia nuk të tregon krejtësisht ikonën se si e metabolikisht sa i shëndetshëm je. Kjo është, do të thënë, një matje që është fare e thjeshtë që mund ta bësh, por nëse përtoni të bëni një matje tjetër, e thjesht fare që mund ta bëjë gjithkush në shtëpi, është të masi perimetrin e mesit të vet, ta shumëzoj me 2 dhe shifrën që do përftoj ta pjesëtoj me gjatësinë. Nëse është mbi 1, je insulinorezistent. E kuptova. Të flasësh me ty është gjithmonë kënaqësi. Nuk e ndjen fare veten që je në një studio, por sikur je në shtëpi. Dhe të falenderoj pafund. Kënaqësi për mua që mundem të kontribuoj sado pak për audiencën tonë, për njerëzit, edhe është kënaqësi dhe për mua kur diskutoj me ty, sepse e di që je interesuar shumë. Bën pyetjet e dura edhe më pëlqen që të diskutojmë bashkë. Faleminderit. Kalojmë në pak publicitet, duke falenderuar shumë Blerinën që ishte sot me ne. Faleminderit.